Gjithmonë do bëjmë bashk, do mendoj për futbolli. Futbolli është bukur. Mesazhi është do rrim bashk sepse jemi komshi. Do mendojmë për futbolli, edhe pastaj e tash unë edhe nga fillimi. Kush është më mirë në fush do fitoj. Kjo është shumë e thjeshtë. Edhe jam sigur si në Shqipëri, në ndeshja parë, edhe në Serbi gjitha do shkoj mirë. Pozitive është edhe lojtarët në fush, ata ka me njeri tjetri shumë respekt, është lojtarët me emër madh, ata e di si do maj presioni, edhe kjo është ndoshta plus për një ndeshje shumë vështirë si Serbi-Shqipëri. Një parashikim për ndeshjen? Edhe tu nuk më të them asnjë gjë sepse është shumë vështirë. Nuk do, si do them tani në Shqip, nuk do bëjmë shumë gola. Jam sigur është një ndeshje shumë... Është ndeshje pak e ngushtë. Po, shumë fort, ndoshta një goditje standard, ndoshta një gabim.